Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Ju përshëndes në kjo studio, si çdo mëngjes, duke dëshiruar që dita tek ju të jetë plot shëndet dhe mbarësi. Ndoshta në këtë situatë përshëndetja, urimi për mbarësi dhe shëndet merr një kuptim të veçantë, tepër konkret, mjaft të thellë, që lidhet me një dashuri të madhe për jetën. Duke prekur këtë dashuri për jetën, shpesh ndodhesh edhe përballë realiteteve që nuk janë të dëshiruara, por që me forcën, përpjekjen, ngutësimin, dashurinë e madhe që përshkon njerëzit që punojnë, bëhet e prekshme. Dhe ato hapa të vogël të njerëzve që kanë nevojë bëhen shumë të mëdha, kilometrik mbase. Të tillë ndjesi mund të kesh vetëm kur hasesh me njerëzit në nevojë. Sot do t'i drejtohem së bashku me të ftuarit e mi një institucioni që prek dashurinë njerëzore tek njerëzit që kanë shumë nevojë, që kanë probleme në shëndetin mendor. Qendra e zhvillimit në Shkodër është një qendër kombëtare ku trajtohen njerëz që janë aty prej vitesh rezident, por edhe ata që trajtohen me baza ditore me mua këtu në studio. Janë zoti Fatmir Vojvoda, drejtor i qendrës së zhvillimit, edhe zoti Alfred Zefi, përfaqësues i fondacionit Shpresë për Botën. Mirëmëngjes dhe mirë se keni ardhur në studion tonë. Mirëmëngjes. Faleminderit për ftesën. Shumë kënaqësi që jena me ju sot. Me Fred Zefin jemi takuar shpesh sepse Fondacioni Shpresë për Botën është një fondacion shumë ndihmëtar ndaj këtyre kategorive. Ndërsa zoti Fatmir, që vjen së pari në studion tonë, natyrisht ka se çfarë në thoj për institucionin që drejton. Një institucion që lidhet me nevojat e këtyre njerëzve, me shërbimet e shumta që ai ofron dhe me marrëdhëniet tepër njerëzore në të cilat zhvillohet gjithë veprimtaria e këtij institucioni. Apo jo, zoti? Po, faleminderit për ftesën. Është nësi përpjekemi të pasqyrojmë sot do pak situatën aty në përfituesve si trajtohet gjendën tonë. Gjithashtu edhe terapi të zhvillimit si merren në atë qendër. Ne kemi një rreth 47 përfitues rezident si kanë probleme shëndetësore nga më të ndryshmet. Si aty në qendër zhvillimit të shtëpi aty në faktikisht ne përpjekemi maksimalisht me më të mirën për ta. Por në këtë situatë kena është pak e vështirë faktikisht me i pas knaqur në ata, edhe ne për punën si bëjmë sepse janë shtu vështirësitë në këtë situatë si po kalojmë. Gjithsesi, jena mënuar, jena përpjek, kena ardhur mirë fatmirësisht deri në këtë periudhë, deri më sot nuk kena pas, është gjë e mirë se vlen të përmendet thamon se nuk kemi pas raste absolutisht as rast me Covid për përfituesve. Ka pas në pjesë stafit, po kalojmë 10 muaj pandemi, edhe kena përballu, kena bë kujdes, jena mënuar me zbatu protokollet, rregullat si udhëzimet si në kanë ardhur, edhe kena dalë deri tash po kalu këtë situata të këqija deri tash. Jena mirë. Sa bukur. Për sa i përket shërbime në atë qendër zhvillimit kena disa shërbime që janë mirë me besoj me pas informacion gjithkusht se mund të ketë nevojë, kurojmë të kenë sa më pak nevojë për me marrë shërbime aty, por jeta kështu është edhe njerëzit kanë nevojë dhe nuk dinë ku të tërkosin faktikisht. Kemi lokoped shumë mirë si bandë 2 lokoped shumë mirë si aty është Bile Fredi është shumë mirë informuar se ka shumë raste si na sillin njerëz me probleme si kanë nevojë për lokopedi. Fizioterapist kena shumë mirë. Ergoterapi,
bëhat edhe është një mënyrë e mirë për me aktivizu përfituesit. Ata si trajtojnë aty, sepse është qoftë terapi individuale, si bën gjithë e cili terapi në veti edhe gjithë hushninat në sinë, si bën diçka, arrin diçka. Po në basë asaj terapiet si bëjnë aty, në basë asaj gjajat si brojnë, qoftë i punim baldet, i punim allëqiet, i gja. Për aty krijohet edhe zinxhir veprimesh, sepse arrihet shpeshherë krijohen panajere pavarësisht ke koha pandemisë janë për jo bashkia, jo aktivitetet ndryshme, edhe ata kanë argëtit dalin, argëtohen, bojnë një arritje tyne si janë shtigjanë e tyre, se i kanë bën vetë ata përfituesa, më thonë, edhe kanë njën edhe ata të naqën, edhe në njën e shumë të naqën, kur ata bojnë diçka edhe arrin dikon. Nuk mund të mendohet ndryshe kjo marrëdhënie, pikërisht këto shërbime, këto nevoja që këto njerëzit kanë, por edhe mbështetja që më ju i jepni si institucion. Qendra e zhvillimit në Shkodër është një qendër kombëtare, apo jo? Dhe gjeografia e ardhjes në këtë qendër është e gjerë. Kemi prej gjitha rrethave pothuajse, kemi prej Elbasanit, prej Korçët, prej Vlorët, përfituesve të Durrësit, nga Tirana, apo si po. Pothuajse të gjitha rrethet kanë Lezhë, Dibra, kemi përfitues nga të gjitha rrethet. Dhe rezidencë? Nëse më falni, ndoshta përfituesi quajmë këtë se marrin shërbim falas për gjithçka, dhe kështu quhet domethënë jo gjithkush mund të përfitojë në shërbim falas. Se ata janë njerëz mrekullueshëm, po këtë fjalën përfitues, kjo është arsyeja se ja thona, se ata janë njerëz që trajtohen me shërbim. Ndërkohë që kozgjatja mund të jetë ndryshme në këtë. Kozgjatja ka faktikisht aty ka persona që kanë 30 vite se jetojnë aty. Është ba disa herë projekte gjallë plane për me lëviz, po kanë metë sepse deri për arsye për mos me çu dikun si t'jenë jo mos i marrin të shërbime, domethënë t'jenë dikun më keq se aty nuk kanë lëviz asnjë. Domethënë kanë arrit moshën, kanë ndër moshën 50 vjeçë. Se aty faktikisht nuk është normale deri 25 maksimum. Por pa pasur një mundësi tjetër për lëvizje, ala vazhdojnë të trajtohen aty. Në radhë të parë janë marrëdhëniet njerëzore që janë në bazë të çdo shërbimi. Unë e kam thënë në fillim mbledhjen e parë që kam bërë aty para 4 vitesh e ca si jam drejtor. Nëse ne e kam kuptuar domethënë për javë se aty që ka shumë nevojë për dashamirësi edhe për zemër të madhe thonë, nuk e di sa pa them shprehin tamam. Nëse ne bëjmë kat gjatë jetës tonë, në jetën e përditshme jashtë, se mund të çdo njeri mund të bëjmë kat o me dashje apo pa dashje. Aty ke mundësi me latë të nëmkatit. Aty po shërbeve mirë, po bane i punë drejt, i punë me zemër, me dëshirë të madhe, aty gjithçka mund. Unë për mua nuk ka kish as xhami më të mirë për me u falë, për me kryer mkatet nëse ne bëjmë mkate. Se me u shërby aty në njerëzve, me u dhënë dorën aty në njerëzve, me u përpjek me i përshtat ata njerëz me njerëzit normal si jetojnë jetë normale. Aty është shtëpia aty, ne na prindit. Çdo njeri si punon aty, prindi aty në fëmijëve, domethënë robi do të mundohet si për fëmijën e vet. Për ndryshe, për mua ai si shkon aty vetëm thjesht me marr rrugën nëse shkon me. Sa personel ka qendra juve? Personel, ne kena 42 personel kena. Pra është një personel që kujdeset për të gjitha. Po, kemi gjitha. Të gjitha nevojat e tyre. Po, gjitha nevojat për sanitar, kujdestar, edukator, fizioterapist, ergoterapist, infermier, logoped, ergoped, krejtësisht gjithçka funksionon. Ndërkohë që marrëdhënia në qendër dhe rreth qendrës duket sikur ka rrezatuar me mjaft mirësi, me ndihmesa që lën gjurmë, apo jo. Këtu në studio kemi zotin Fred Zefi, i cili është përfaqësues i fondacionit Shpresë për Botën, shumë afër institucionit tuaj. Gjë që edhe në fjalën tuaj e përmendët që një marrëdhënie shumë e ngushtë, duke sjell njerëz që kanë nevojë, duke u shërbyer, ka shërbyer për një punë akoma më të mirë, për të shpërndar këtë ndihmë dhe këtë dashuri tek këto njerëz që kanë nevojë, apo jo, Fredi? Është e vërtetë. Në fakt, Fondacioni Shpresë për Botën, sikurse edhe me institucionet e tjera rezidenciale në Shkodër, ka një marrëveshje bashkëpunimi me Bashkinë Shkodër, pikërisht
që të japim një kontribut në mirërritjen, edukimin, por edhe zhvillimin e fëmijëve, por edhe të klientëve të qendrës zhvillimit. Për këtë arsye edhe me qendrën e zhvillimit na kena një akt marrëveshje, e cila miratohet vit mas viti, gjithmonë të pas parasysh nevojat, problematikat dhe adresimin që i bëjmë këtyre problematikave pikërisht për vitin pasardhës. Dhe për këtë arsye na pothuajse kena mbyllur kontratën për shembull për vitin 2021, ku përcaktohen shumë qartë ndërhyrjet që do të bëhen në vitin e vijim. Pra na punojmë me një kontratë, me një akt marrëveshje që është ligjore, edhe në fakt Fondacioni Shpresë për Botën që prej vitit 93 operon në Shqipëri. Unë jam i angazhuar me këtë fondacion për 20 vitesh tashmë. Edhe çdo vit na nënshkruajmë marrëveshje qoftë me Ministrinë e Linjes, qoftë me bashkitë respektive ku Fondacioni Shpresë për Botën operon. Edhe për këtë arsye në fakt na kena punu, pra qendra e zhvillimit ka qenë një ndër institucionet që kena vazhdu bashkëpunimin më vonë, por gjithsesi u bën rreth 11 vite. Kështu që me thënë drejtën ka qenë një ndër institucionet me të cilat gjithmonë kam pas një lloj hezitimi me nënshkruaj një marrëveshje, jo se nuk kisha dëshirë me kanë prezent në jetën e tyre, por një farë stepje edhe ndoshta gati një farë pamundësie që mund të reagoj si duhet apo të jem si duhet në raport me klientat që marrin trajtim aty. Mirë po, ky bashkëpunim filloi edhe po rritet. Në fakt, na në bazë të marrëveshjes që kena testojmë ditëlinjit e çdo klienti aty. Do të dalemi. Por një projekt i më së fundmi juaj është një kënd lojrash që keni realizuar në këtë qendër. Në fakt, drejtori bashkë me ekipin e tij na prezantuan këtë nevojë, pra për një kënd zhvillimor për fëmijët e qendrës ditore në mënyrë të veçantë, por aty patjetër mund të marrin shërbim ose mund ta kenë kënaqësinë me shiu edhe fëmijët rezident. Edhe sapo e paraqiten këtë projektin, patjetër e dërgova projektin edhe në një kohë rekord, në fakt u bëhem mujtën që me marrë trajt e formë, në fakt prej një ambienti që ishte dikun mas nërteses, nështë ashtu sikur se në shtëpi tona shpesh herë bëhet një vend grumbullim, nështë gjanash edhe të panevojshme, kështu që edhe me bashkëpunimin e klientëve, po edhe drejtorit edhe të personave tjera aty, u bëhem mujtën spari pastrimi edhe mrapa, me thënë drejtën, përfundum një kënd zhvillimor që ka më kanë shumë funksional, patjetër edhe të marrë mendimet e qoftë terapistave, qoftë fizioterapistave që janë në qendër. Jo, për mua si drejtor aty ka më vlerë ky kani si u bën këtë periudhë pandemie, faktikisht me bë diçka ndryshe se ata kanë një periudhë se faktikisht bashkë me Fredin, se Fredi na ka mbështet gjithmonë, kena bën shumë aktivitete. Ne kena përfituesit rezidentë, sidomos kena deri në Vermosh kena arrit me shku me ta, me shëtit, në razën razën e kena tolën, si për vera kohë, si ashtu. Po thash që këtë kandin e lojra, në këtë situatë, pandemia, dhe më thonë, me u bën diçka se qoftë edhe për syrin vlen me pa aty, atë kanë lojnash me pa, dhe më thonë, pra ata si rritë gjithmonë aty, tash në këtë periudhë kanë të vështirë dalin, janë kufizu daljet e tyne, se normal kufizu tonë aty, jo të atyne. Edhe këtë desha të thëmë, në këtë situatë, ka le vlerë më të rëndësishme. Për mu ka më shumë rëndësi. Ka marrë më të për vlerë, me thëmë drejtën kjo edhe në para rreth 3-4 vitesh kena bën një serë fantastike të qendra, edhe është shumë kënaqësi me pa klientët që kanë nevojë për këtë terapi në punës, pra për fshirjen e zona konkrete. Vazhdon të funksionojë sera? Po, vazhdon të funksionojë. Bile shpesh në panajir që kena bë, apo në kur bashkë me klientat edhe me përfituesit gjerim punimet e tyre, qoftë artistike, qoftë piktura, qoftë punime me grep, qoftë me allëqi. Patjetër ka edhe vazut e luleve që dalin shpesh herë në panajir, pra janë gjana që, me tamam sikur e tha dhe drejtori, jo vetëm i japin kënaqësi fëmijës, por në një farë mënyrë jetu niku në mënyrë të përhershme, të përditshme në zhvillimin e tyre. Dhe fakti që në një shitje përfituesi merr mrapsht një farë gati duket si bonus, stimulim,
gati për të ashtë si një trofe. Mendoni se edhe zinxhiri si do të shkojë drejt panajiri është i rëndësishëm, domethënë çon me për atë vazhdimin e ulës ata përfituesit, ata fëmijët që shkojnë aty me kashë kënaqësi, domethënë krijoni kam bërë diçka vetë dhe kam dalë me pa shes sot, domethënë po fitoj diçka, po marrë diçka prej asaj dhe krijon psikologjikisht ju bën shumë mirë aty. Për përfituesit. Nuk është projekti vetëm. Ja, sepse projektet janë të shumta në lidhje me Fondacionin Shpresë për Botën, organizimi festave, i ditëlindjeve, i ekskursioneve, i festave të fundvitit që vinë më pas, janë dritare shumë të ndritme. Jo dritare, ne apo kena gjithmonë dritare të hapur Shpresë për Botën, sidomos Fredi, faktikisht ne jo vetëm Shpresë për Botën, po edhe menaxhimi i Fredit i situatës, edhe dashamirësia time në nejt ofër, domethënë ne na ka bë, e kena kështu gjithmonë si mund të krahasoj me në neshje futbollit kur e ke lojtarin më të mirë rezervë se në formacion, domethënë e ke gati me ball golin. Edhe Fredin e kena kur kena nevojë me në fakt vetëm bashkëpunimi është ajo urë e mrekullueshme që ndërton vazhdimisht në jetën e secilit. Akoma më shumë në jetën e njerëzve që kanë nevoja të veçanta, apo jo. Zoti Fatmir, ju thatë që në qendrën tuaj janë klientët rezident, por edhe ato ditore. Po, kemi edhe qenë editore, kjo faktikisht këtë periudhë ka qendruar më shumë e mëdhur se është një periudhë prej me datën 9 mars e deri më sot. Vetëm kena hapur për domethënë 2 muaj të takoj me ne të hapur, kena po bën 1 muaj e gjysmë, 1 muaj e çasi kena ndodhur për arsye kishim staf si doli një punojëse me Covid. Edhe u detyruam ta bëjmë mëon për arsye sepse ne transportojmë me furgon, kena makinë institucionit se ne marrim për familje. Çdo fëmijë që vjen, pjesa më e madhe vjen me makinë. Nga cilat zona janë ato? Ja, këto i kemi Shkodër, Rrethina, domethënë deri në Gut, deri në Bardhaj, Çfarë nevojash kanë këta fëmijë? Këta kanë nevoja të ndryshme faktikisht, ta përfitues të fëmijë ditor kanë kanë shumë nevojshme fizioterapinë, logopedin, autik kanë shumë nevojë për logoped. Këto janë gjanat kryesore, domethënë si kanë ta me shkollën, nuk të merren? Po si, me shkollën edukatorët janë përditshme si punojnë, po plus edukatorët ka bërë një orë ose logopedi ose fizioterapi, si mas nevoja probleme mjekësore, kartelave si kanë. Ushtrimin e të folën, ushtrime fizike. Normal se me edukatorët punojnë në një lloj si ka qenë ecuria e tyre? Më thonë drejtën unë pa raste si kur po jo gjatë kësaj periudhe, shpeshherë kur shpërdajmë se ne kena kujdestar si shoqër fëmijët i mbledhëm mes me shoferin, sepse duhet kujdeset se aty bën 10-12 fëmijë, mund të bëjnë edhe rrugë fugoni. Po ka raste që shkoj vetë, në vend kujdestarit shkoj vetë se kam dëshirë me taku prindë, plus si bëjmë edhe mbledhje takim me prindë. Po ka pas raste që jam një shumë i lumtur, domethënë sikur prindi është e rëndësishme është kur prindi është i kënaqur, kur ke rrezidet e dallon te prindi. Edhe ne ata specialistët e ne dallojmë aty në institucion, po kur është prindi, domethënë prindi e dallon më shpejt se ne, sepse ka menen gjithmonë aty edhe shef çfarë ndryshimit. Ka pasur se shumë mirë si kanë pasur rezultat. Ka vallë për aty si. Nga cila moshë vini? Gjithmonë mosha e vogël ka më përparësi për me pas rezultat. Mosha ne kemi prej 3-4 vjeç deri në 15 vjeç. Nëse mund të shtoj në fakt për shumë vite edhe prind kanë hezituar shumë me i pru fëmijët në një qendër zhvillimi. Pra shumë shpesh pasi të marrin Fredi. Shumë shpesh i kanë marrë në shtëpi tu përpjek me dhënë dhe shërbim, patjetër me dashninë prindërore. Mirë po pa e kuptuar që ndoshta kanë nevojë për një ndërhyrje më të specializuar. Edhe për këtë arsye, domethënë ka ekzistuar një farë rezistencë në këtë aspekt që nxjerrin fëmijë nga shtëpia me çunë një qendër me ekspozu me të tjerëve. Mirë po realisht unë e gjej rastin me përgëzu stafin e qendrës zhvillimit sepse me tamam ka specialista në fushat përkatëse, edhe sikur dëshira e prindve tashmë aq më tepër kur nixojnë për shembuj praktik të personave që janë të marrë shërbim aty, dëshira e prindve rritet për me ardhë me pru fëmijët e tyre për terapi në qendrën e zhvillimit. Patjetër si çdo institucion ose çdo shërbim ka problematikat e veta, mirë po duket një farë trendi shumë pozitiv, këtë po e them tu pa prej jashtë, jo si pjesë e stafit të qendrës zhvillimit, por me tamam gjej rastin me i falenderuar dhe patjetër edhe komentet që ndëgjon prej familjarëve të fëmijëve përgjithsisht janë shumë pozitive. Pra edhe
drejtoria përmendi që punohet me një plan zhvillimor personal. Pra në bazë nevojave që ka secili klient, bëhen ndërhyrjet përkatëse. Pra ka një kartel, një dosje të veçantë secili. Bazë kartel, se pa kartel nuk vjen as i përfit. Po të duhet një shembull se e kanë fres 2-3 muajve fundit. Edhe më takon një prind, kishte gjetë, domethënë më thotë që kam hek më lidh me ju. Nëse më të shpjegon kishte djalin me probleme, me pak probleme, më shpjegoi ato atë i thash nesër hajde takoj edhe specialistët që janë fik tamam për atë punë. Si përpunim erdhin çëndë, por më i krijova mundësinë edhe kushtet u përpoqa më të mira të me ardhmë çëndë. Pa ballë ditë domethënë ai për fëmia ishte shumë agresiv, shumë domethënë kur shkosha për ditë aty te klasat ku punonte me edukatorët dhe me ata specialistët edhe dite pora ishte shumë i acarote, shumë bërtiste, nuk u binte, hekte robat, tjera. Por, mas 2 javësh, ata prindë dhe më thonë, mu nuk e di. Jam shumë i lumtur, dhe më thonë, janë super të knaqur. Ai fëmija është qetësu këtë, rrin klasë, dhe më thonë, ka qef, më thonë, prindë ka qef marrë, dhe më thonë, kur tash si jashtë pushim është i mërzitur, dhe më thonë, është shumë Fred Alo, nuk e kam diskutuar punë as me ju këtë punë, është rast i veçantë, domethënë. Është ai punë që arritun, edhe ka tentu para një viti apo para vitit ca, edhe mos kjo është gabim familjarët kanë nguru me promotiv se çana zhvillimit njerëz me arsimërisht, njerëz me probleme, ka kanë probleme edhe fizike shumë, edhe kur i shefin pamjet parë disa thonë sa keq situata këtu, por kur sheh se ka përmirësime, domethënë nuk guron kush më. Ai domethënë thotë ku pas kanë si nuk e kanë promu tash i vitit sa domethënë. Edhe jam aq i lumtur edhe as bëj gjë vërtet bëhet i gjë domethënë arrihet. Bile më thotë se edukatorja ti fëmijës, më thotë mua, ideali. Pse arrihet thotë e ka marrë thotë me zor thotë nuk kam dëruar thotë as burrin as kanë thotë më rrahën këtë mënyrë se i bite me shkel, me glushta e kapte me shky kështu. Tash është më shumë i urt, është shumë i rregullt, është normal rregullit aty si trajtohet, si në shërbim. Ka shembull se duhet si kanë rezultat domethënë ka edhe për aty nëse normal japin më pak sa do si të përpjeket. Ka sfida, por edhe një lumturi shumë e madhe kur këto ecuri janë shumë të mira dhe pozitive. Kur punon aty, Fredi është i përditshëm aty, domethënë e kupton se sa mirë është kur ke mundësi me bë diku i mirë domethënë. Edhe realisht është kjo, domethënë nëse dëshira jonë është që me u mundu me i dhënë pak dashni, me ju gjetë aty në individëve, domethënë ajo që merr në kthim është shumë më madhe se ajo që atje. Absolutisht, po. Nuk e di, me tamam që mbulohesh prej dashnisë dhe dashnia e shprehur në mënyrë nga më të ndryshmet prej tyne. Dikush ndoshta me një shaj, dikush me dëshirë me ardhmë me bë toke, edhe pse këtë kohë do të thani na kujdesshëm, por me tamam merr shumë mbrapsht. Edhe kjo është një ndër gjëra që me tamam ndihmon që këtë se gati është si mision, nuk është si punë. Po të ishte për punën realisht do ta kisha lënë prej shumë vitesh këtë punë. Por me tamam është një mision që ja vlen me u përfshinte, edhe ndosh Zotin me çu përpara këtë mision që në një farë mënyrë me bëhat sa kena mundësi për me përmirësu jetën. Në këtë raste, lumturia ndriçon akoma më shumë kur pikrisht vështirësitë janë akoma më të mëdha. Është shumë e vërtetë. Do të thonë fakti që mundesh me festu ditëlindjen individualisht me secilin prej klientëve. Sikur e përmendi edhe drejtori aktivitetet e shumta që bëjnë gjatë anë vitit, pra na kena një fond caktuar për transport, për aktivitete gjatë vitit, për pushimet verore, për festat nënvjetore, për shembull në rastin e Krishtlindjeve, jo vetëm të qendra e zhvillimit, por edhe të shtëpia foshnjës, shtëpia fëmijës shkollore. Keni një aktivitet mjaft të mense sociale, pra të ketë një dhuratë personale, edhe ç'a bëjmë zakonisht është marrim një muaj përpara ka shumë dëshirat e fëmijëve, edhe secili fëmijë patjetër brenda një buxheti të caktuar ka me pas një dhuratë veçantë dhe personale. Kështu patjetër darka festive e Krishtlindjeve dhe vitit të ri që organizohet edhe me stafet përkatëse të këtyre institucioneve. Kështu që tash janë ndoshta gjëra të vogla, nuk është se kena një buxhet të madh, por realisht me dashuri shumë të madhe, ashtu siç ka thënë Nën Tereza. Në shkup pikërisht aty ku duhet, edhe në një mënyrë që është krejt e prekshme edhe e kuptueshme për fëmijët. Një marrëdhënie më shumë njerëzore, por edhe një bashkëveprim
bën që këto njerëz të hedhin hapa. Pa çka se mund t'jenë edhe të vogla. Terapia e nëpërmjet punës është një nga prioritetet me sa di që ju zhvilloni. Pak më herët ju përmendët serën që keni ndërtuar prej 4 vitesh dhe aty fëmijët punojnë, bëjnë diçka me duart e tyre. Por së fundmi edhe një projekt tjetër i punimeve prej balde është në qendrën tuaj. Ne faktikisht unë kam gjetë aty një sallë si ka pas punime prej baldet para se me unë t'jem drejtues aty. Por nuk kishim, domethënë, nuk kishim, ishte ambienti ishte i vogël. Disa pajisje ishin shumë mira, si torno, si furrpjekjet se kanë shumë rëndësi për t'japin shtyrsën. Janë procesa. Dëshirat e fëmijëve përfituesve ishin i më aktivizu sa më shumë aty me këto punime. Panajiret si banë gjatë kohëve të ndryshme, domethënë periudhat të ndryshme. Ta shtojnë atë egon me pas diçka më shumë me hell aty te kur dalsh te panajiri, mos dalsh me tavolinë bosh, po ta kesh tavolinën plot aty me punime të ndryshme. E çfarë nxitje. Edhe shtohet teoreksi, domethënë, duke ngrënë shtohet teoreksi, duke punuar shtohet teoreksi. Unë faktikisht ka 3 vjet si kam bërë tip projektit me ata stafin, me ata ide, gjithë cili ka dhënë atë ide, vetë si mund ta kena në atelje, domethënë pak jashtë ambientit, sepse ato me lloma të mëna ato klasat janë pak vogla dhe nuk kanë kushte. Fatmirësisht dëshira mirë të bën me gjetë edhe bashkëpunëtorë të mirë, domethënë, edhe arrit me gjetë një bashkëpunëtor, e kena bërë ndërtu ateljen në kohësisht 2 punime me një kohë. Ne kena filluar shtator dhe tash para nuk e di, para 2-3 javësh i muajit, është bërë inaugurimi. Atelja, se tash kjo kena më shumë mundësi. Kena më shumë ambient. Aty kanë punuar 3-4 vjet, 6 maksimumi, tash mund të punojnë kur në kohë normale edhe 3 tavolina me 4-5-6 vjet, domethënë, mund të bëhen deri 20 vjet në një kohë të punuar në një kohë normale, jo në këtë situacion, nëse normal se do të ruajmë. Ne mendojmë për më mirë. Ne mendojmë për kohën e situata edhe në kohën normale. Tash kena do të marrim seriozisht sa të përcjellim pandeminë, se shpresoj me tikën sa më shpejt, ti kthena normalitetit, edhe kena me pas një punim aty dhe do shpresoj na ka vënë Fredi se do të kena bashkëpunim, se aty janë edhe gjëra si duhen faktikisht, se gjithmonë do t'i shtojmë dorë ndikuj për me pas me bë diçka, se duhet balta, duhet alqia, institucioni juaj ka dy bashki, nga ministria dhe nga bashkia. Por ndihmesa shumë të mëdha dhe ndërkohë që Fondacioni Shpresë për Botën është krahu juaj. Unë kam pas fatin me kenë 25 vjetor, mos kush ka bën Fredin Tiranë, Fondacionit. Edhe domethënë unë kam përjetuar domethënë atë ditë, atë natë se ka qenë darkë. Atë 2 orë pa harrume. Gjënjeriu si është gjë madhe domethënë me pas shfatin me kenë në 25 vjetor si kam kenë unë, me kuptu se çfarë njerëzit e zemra e madhe e njerëzve, dashamirësia, sa shumë bëjnë njerëzit, domethënë, sa shumë kanë bë Shpresë për Botën, domethënë, jo vetëm te ne, po gjithkund. Unë kam pa një edhe domethënë e kam me memorie. Pago shumë çdo fjalim se jashtë majt atë natë, domethënë se sa shumë kanë bërë, se si kanë fillu, sa këtë, edhe këta s'kanë kënë, domethënë, po tu fillu në fillimet e veta, domethënë, si kanë kënë qenë tona, institucionet, po marrë shembull Shqipërinë, po plus edhe vende tjera se kanë bërë shumë atë natë, domethënë, se kanë bërë 2 ora sa ka zgjatur edhe më shumë. Domethënë, me kuptuar se sa shumë kanë bërë këta, domethënë, çdo njeri do të shtyhet sa të pak me bë, aron pak. Domethënë, mund se kanë bën gjëra shumë lloja, domethënë unë nuk di, domethënë unë edhe kur mos jam aty drejtues edhe kudo se jam sot kam frymën, domethënë kam pasi respekt edhe konsiderat veçantë për këtë jo për Fredin, po për gjithë zinxhirin, për të Rogerit e drejtuesit e mëdhenj fillesë. Është një marrëdhënie patjetër institucionale spari, edhe gjej rastin me falendëru secilin për institucioneve qoftë lokal, qoftë edhe kombëtar. Sepse me tamam në vite kena kanë tamam partner shumë të mirë dhe që kena gjetë mënyrën për me komunikuar dhe me bashkëpunu, por ndërkohë dhe me çdo institucion në cilin japim kontributin tonë. Pra unë besoj që duhen tamam 2 vetë për tango. Të jesh i pranishëm me dashurinë më të madhe, aty ku problemet janë më të mëdha,
është diçka shumë njerëzore, jena vlerësu si fondacion shpesh për shembull drejtuesi jonë pra i organizatë Shpresë për Botën Roger Moens ka marrë qytetar në eri Shkodrës, ndërkohë prej presidentit të Republikës si është akordu çmimin Nana Tereza fondacionit tonë para 2 vitesh. Ndërpo realisht kënaqësia që merr nuk është prej këtyre titujve edhe pse janë vlerësueshëm, por fëmijëve që cilëve u shërbejmë ose përpjekja jonë është me ju dhënë një shërbim, merr këtë dashuri mbrapsht. Për sa kohë mund të qëndrojnë, qoftë edhe rezidentët, domethënë ka një ecuri të mëtejshme në hapat e tyre në jetë. Pra ka një periudhë të ardhjes dhe një periudhë të largimit, të riaftësimit. Po faktikisht se unë thash edhe herë, shifet zë deri pak a shumë deri në moshën 25 vjeç. 21 bile karit e kanë, edhe shifet se po ata që arritën deri 25 vjeç, 21 vjeç. Keni pasur raste por ne jemi detyruar të mojmë sepse po kemi pasur raste, por thash edhe herë, edhe këta si janë mikët mosh, ne jemi detyruar. Ne nuk bëjmë ndonjë përmirësim për ta, nuk jam i sinqert. Por mohon në gjendje se janë, domethënë nuk lehen për më shumë më keq. Domethënë ne kena pas raste si 2-3 raste si kanë qenë shumë smur. Ndoshta në shtëpi nëse lloj familjes do të kishin pas atë shërbim se e kanë marrë aty. Se kanë pas fizioterapistin çdo ditë, 1 orë fizioterapi, domethënë e man konstant, nuk e lën me shku më keq gjendjen, se ndoshta nuk mund të përmirësosh gjën se arsyet jo mosha, probleme shëndetësore etj, por e man aty në gjendje, më keq nuk e man. Nëse më shteti që pra realisht deri në 25 vjeç një person mundet me ndaj ligjërisht në institucion. Po problematika që është në fakt jo vetëm këtu në tonë Shqipërinë, është e tillë që nuk ka një institucion të ndërmjetëm mas moshës 25 vjeçare derisa vjen koha e azilit. Kjo është ngërç. Edhe për këtë arsye gati është kthy në një vend që sikur e tha edhe drejtori është më tepër të ndihmojmë mos të përkeqësohen në zhvillimin apo në gjendjen e tyre, se sa mund të kenë një terapi zhvillimore për një person që ka kaluar 25 vjeç. Edhe me tamam ky është një ngërç që nuk e di, shpresoj që qeveria, Ministria Linjës me gjetë mundësinë për me dhënë një drejtim, sepse duhet të kuptojmë edhe diçka, pjesa më e madhe, mos më thonë tonë ata që janë rezident janë pothuajse totalisht braktisur. Pra nuk po flasim për klientë që kanë një farë interesi prindëror, mund të jenë një numër shumë i vogël klientësh të cilët e kanë këtë interes, pra familjarit cilëve mund vinë t'i takoj një herë në vit ndoshta. Pjesa më e madhe e tyre janë totalisht braktisur, edhe kjo e bën akoma edhe më problematike pikërisht aty kanë gjetur familjen këta njerëz. Dhe kjo qendër që nuk i ka braktisur, përkundrazi, i mban, i ruan, i trajton në mënyrë njerëzore. Por kena dhe individ fantastik, për shembull është Genti, një prej djemve aty që kena pas për një farë kohë marrë një mësues muzike që ka bë tamam kurs muzike me Gentin, patjetër ka pas disa dhëna shumë cilësore, mirëpo i bjen shumë mirë pianos. Para i viti i kena marrë një fizharmonik për Krishtlindje, edhe ashtu të punu shumë mirë me fizharmoniken, pra të mësu vetë. Përveç kësaj është edhe një sistem zoni që kena vunë tonë ndërtesën edhe është tamam si muzikoterapi, pra në momentet të ndryshme gjatë ditës, krejt institucioni, pra qoftë hollet e institucionit, qoftë domat e gjumit, kanë muzikë. Ndërkohë ne nuk folëm për kushtet fizike. Realisht, kushtet janë përmirësuar shumë falë edhe ndërhyrjeve, jo vetëm të organizatës tonë, por edhe të kushtet fizike janë gjithmonë në përmirësim, gjithmonë në përmirësim besoj se janë. Çdo ditë edhe domethënë shefi Gjansi është kur e ke me pasion i Gjan do të bash më mirë. Unë quaj më mirë edhe nëse janë të edhe të fillu fizike quaj edhe pastërtia, për mua mirë gjithçka është pastërtia, higjiena në atë institucion. Qoftë të futesh në atë institucion me persona me probleme të mëdha shëndetësore, probleme si jo me karroca, me shtërsi, shumë probleme sa arrin me shku në banjo, do të me pelena, me gjana dhe domethënë. Të futesh aty mos kesh asnjë lloj arome të keqe, aty është mund domethënë hyj lirshëm jo, po besoj gjithkusht se Fredi ka ardhur ashtu.
Po, unë e gati, dhe më thënë, me qoftë me veshmafje, qoftë me karvata, me rrobat me gjithë që rrobat e gjumit, me kompletim, dhe më thënë, normal se ka një klasi robi kur ishte se i kanë gjithë cili ato karvatin e vetë, praftin e vetë, kujdestarët, kujdesen, dhe më thënë, i shëqojnë janë të specializuar po, normal se janë trajnum gjitha stafet. Gjithë stafin e kena trajnum. Dhe më thënë, kena to 2 vitet e fundit, vitin si kalej, dhe më thënë, jo, këtë vit 2019 ka po trajnim shumë, kërën e posi, për u 16 orë në trajnim grupe. Unë i konsideroj si heroina, dhe më thënë, me pas pjesë stafit që për nështë 20-25 vite kanë pjesë e stafit të asaj qendre edhe japin kontributin e tyne që realisht është, dhe më thonë, është një ndër institucionet që nuk është lehtë me punu. Ka problematika nga matëndryshmet, pra diagnozat e klientëve të qendrës janë nga matëndryshmet. Për këtë arsye, unë personalisht i konsideroj si heroina dhe kam një respekt veçantë, patjetër për çdo staf që punon në institucionet rezidenciale për mënyrë të veçantë për stafin. Është shumë rëndësishme me shpreh mirënjohje për ato gra sepse përballen me punë shumë të vështira, domethënë. Por ato janë të mësuar dhe bojnë me pasionin e shoh pjesa më madhe janë nuk kena probleme hiç nuk flasim sepse po të shkojnë një punoj seri aty dhe të shohin se çfarë bëhet, besoj se thotë një herë fillimisht stepet, shkon mbrapa thotë çfarë. Ja, gjatë viteve ka pas persona që kanë ardhur ndoshta me fillu punën dhe po pra, unë kam pasur rast unë edhe mos i kam to vitet e fundit edhe erdhi kishin thënë, domethënë edhe thoi jo s'mund të bëj. Por gjithçka bëhet, çdo gjë bëhet, po patë dëshirën e mirë me punu, po niyetin e mirë, domethënë gjithçka bëhet. Tek ju dëgjoj tek flisni për punën. Për punën tuaj dhe të stafave tuaja, për veprimtarit. Unë po besoj se edhe të tjerë që në ndjekin në këto momente. S'ka se të mos mendoj kur dikush mund të paraftyroj dashurin që ecën mbi re dhe dashurin që është ngullur thellë tek zemra është pikërisht në këtë raste kur çdo vështirësi ka përcet vetëm me këtë dashuri të madhe njerëzore për këta njerëz që ju nuk i keni as gjak, as familje, as ndoshta të afërm. Por përkundrazi me atë marrëdhënie që keni krijuar, jeni bërë aq afër dhe ashtu siç tha zoti drejtor, në ka xhamia kish ku të falesh, aty mund ta shpresh këtë ndjesi kaq të madhe njerëzore. Dhe realisht është me taman pra patjetër që kur punon me të bëhen pjesë e jetës tane edhe shpresoj që ne na bëj pjesë e jetës tyne në një mënyrë shumë pozitive. Mirë po është me taman dëshira jonë e vazhdueshme është që edhe patjetër nxitja jonë për gjithkënd që edhe dëgjon është që le të shohim këto persona. Unë nuk e harroj kur një shprehje që tha një prej vizitorëve nga Amerika që vjen me vizitu qendrën, edhe ka vetëm një djalë, 24 vjeç, që është një ndër donatorët e fondacionit, edhe e ka me probleme shumë të rënda, domethënë edhe për nevojat personale don kujdes. Ai është rezident aty? Jo, po flasim për një person nga Amerika që ka një djalë me aftësi kufizime, jeton atje. Jo, pra është një ndër donatorët e fondacionit edhe kur ka vizitu për herë të parë qendrën e zhvillimit, kam dëgjuar një shprehje prej tij. Ka vetëm atë fëmijë edhe thotë ai është dielli i jetës teme. Kam dëgjuar edhe me thënë drejtën më ka bërë me mendu shumë, por patjetër nxitja jeme për çdo që ka një person me aftësi të kufizuar në shtëpinë vet. E di se është barë rana që ma tepër me problematikat që ka, edhe pse unë gjej rastin prapë me përmend punën deri diku të mirë që është bërë. Pra janë bërë disa rampa në për institucione, kanë filluar në për trotuare me bërë disa rampa Bashkia Shkodër, por edhe institucione tjera, patjetër nuk është mjaftueshme dhe nxitja do të ishte e tillë që le t'ju krijojë mundësi këtyre personave jo vetëm që janë në zhvillimit, por edhe në personat me tetraplegjik, paraplegjik, tetraplegjik, pra që të kenë mundësi
qoftë një punësim, qoftë një integrim, qoftë një akses në jetën kulturore, sociale, po edhe tamam në ato gjona që kanë nevojë. Kështu që nxitja jeme do të ishte e tillë që edhe prind t'i shohin tamam si krijesat e Zotit shumë të veçanta. Edhe me tamam unë besoj që një pjesë e mirë e prindve që kanë persona me aftësi të kufizuar në shtëpitë e tyre e kanë këtë njësi, por ndoshta disa prap vazhdojnë të trajtu pak ndryshe këtë gjë. Edhe unë nuk e di, nuk kam një fëmijë tillë në familjen time, por prap po ta ishe unë, prap po të kisha unë realisht do të isha përpjek me e pa me tamam pikërisht me këtë sy. Pra jo si një dënimas, jo si një mallkimas, por si një krijesë që Zoti më ka dhënë, ndoshta me mësu disa gjëra që s'do t'i kisha mësu kurse se në jetën time të përditshme të pas ndoshta një fëmijë, nëse mund t'i quajmë normal. Barslan se këto fjalë. Thatë Fredi që ju e keni gati projektin për vitin e ardhshëm edhe në drejtim të kësaj qendre. Çfarë më thotë? Jo vetëm të kësaj qendre, në fakt besoj shumë shpejt do të çojmë bashki për në nënshkrim, pra sigur e thash bëjmë marrëveshje vjetore. Besoj ndërhyrjet tona do të jenë, pra baza e ndërhyrjeve tona është e tillë, pra qoftë me aktivitetet, qoftë me festimin e ditëlinjeve, qoftë me festat ndërvjetore, pra para pak ditësh kishim 30-torin edhe ba një festë e lezetshme në qendër. Edhe dëshira jona është që patjetër na në kontratat tona kena një pikë që Bashkia Shkodër nëse ka një projekt specifik mundet me paraqitë edhe gjatë vitit, pra edhe mas në nënshkrimit marrëveshjeve, në mënyrë që na më u përpjek me gjetë donacionin pikërisht për këto nevoja që paraqiten. Kështu që pak a shumë baza është ajo, patjetër na shpesh kena pas ndërhyrje edhe emergjente, pra kena një fond për gjëra emergjente. Lojtari e rezervë më i fortë, domethënë, sa ne mendojmë se mund rrezikojmë me uzan kush për i gjanë, se aty mund zënë kush për çfarëdo, se ne është shtëpi, është familje. Ligët i dham prishet një nga një herë procedurat ligjore. Nevojat e shtëpisë janë të shumta. Grose prishet një ashtu dhe na direkt, domethënë e kena nëse nuk arrim me zill, ndryshe Fredin e kena të sigurt se na zill. Ndodhemi përpara festave të fundvitit. Si do të jetë ky fundvit? Le të shpresojmë me shëndet, ashtu si që në kryet e herës ju, zoti Fatmir, thatë që të gjithë banorët janë mirë me situatën pandemike. Si do ta festoni? Faktikisht ne jena në karantinë prej datës 6 nënor, i kam nërprej, domethënë është nullë që janë editor dhe punoj me staf të karantinum. Staf i karantinum, domethënë punoj me pjesë 4 ose 5 punojës që rrinë non-stop 24 orë dhe kanë kontakte direkt me përfituesit rezident. Pjesa tjetër, qoftë lavandëria, sanitare këto, infermiere këto, hynë me bas protokollë zbatuar të përfolin me masa të marruna, domethënë me dorëza, me masa e shumë, edhe nuk kanë shmangur çdo lloj kontakti me përfituesit edhe me stafin që janë karantinë. Tash në këtë periudhë, si kena festa, domethënë ne do mundona me bë me këta që janë në karantinë. Nuk mund të bëjmë, nuk e di, po alo nuk e kena diskutuar me Fredin tamam shtrut përgjithësi ashtu, po do të diskutojmë. Pjesa e karantinës me stafit besoj do të rrinë gjithmonë distancuar. Çdo ndrim karantinë dhe bëjmë me mjek, domethënë me bë analiza, me kontroll, me vizitë mjekësore edhe me deklarat gjithsesi staf punojës i stafit që futet aty do të thënë deklarat para se me hyrë në karantinë. Po shohim tash, shpresoj mos kena raste, mos kena probleme edhe ne do të organizojmë festat. Për mua këtë festë do ta festojmë si të tjerat. Pavarësisht se do të kena kufizime në pjesëmarrjen e stafit, do të marrim pjesë ashtu si kena marrë tan, po edhe pjesa editore do të jenë pak kufizuar. Por do ta festojmë për keni shprehje, festat duhen dashuri, kena pas to vitet e fundit, sidomos nëpër media, nëpër shumë, vetëm me festat duhen dashuri, për mua aty duhet dashuri gjithmonë, jo vetëm festat. Edhe ne kena dashurinë me Fredin, qoftë në verë, qoftë në çdo lloj rasti kena dashuri. Ne mund të bëjmë, kena bën shpesh festë, ne kena organizuar edhe tash gjatë pandemisë, domethënë jo, gjatë kësaj periudhe kena pjekështenja aty, kena kriju ambientet, kena kriju ato, na i ka pru Fredi ato pajisit për me pjekështenja, kena dole mblegësh, po normal në ambient hapur, po ata ka është një knesi, aja është dashuri,
Coca-Cola, një lëngë fruta, është një gjallë, dhe kështë e pjekur, atë keq aja knesi për ta, se me hangër aty ushqime s'ka Për njëri. Po pra. E organizojnë festen, kur të kesh ju dëshirë me organizu, në çdo lloj mënyre të organizojnë festen, edhe e banë festen. Në fakt lidhje me festat na jena në proces realisht ku, sikur e përmenda edhe pak më parë, secili klient do të kenë një pako individuale, që në fakt nuk është vetëm një për Krishtinje, po përpiqen gjatë vitit me bë gjëra të tilla, patjetër edhe në bazë të mundësive që kena. Por secili ka me pas një pako, një dhuratë specifike, por edhe kremtimi, pra ashtu përgatit një program me klientët e qenëres, prej përfaqësueses së fondacionit pranë qenëre zhvillimit, Mirela, e cila bën një punë shumë të mirë, po të në përgatitjen e programeve, pra është një koordinatore pranë qenëre zhvillimit e fondacionit, pra që është për çdo ditë aty, kjo është puna e saj. Patjetër me pa nevojat, me përcjell nevojat, por edhe me kanë ofër klientëve. Kështu që ka me pas një program festiv, ka me pas shpërndarjen e dhuratave, mbrapa ka me pas një drekë festive. Edhe e di se nuk është ndoshta koha më mirë me bën një ftesë tillë, por do të kishin mirë prit. Thjesht me kanë pjesë e aktivitetit ndoshta patjetër të respektuar. E vetëm aty ku dashuria është më e madhe, burimi i të gjitha energjive janë të shumë fishuara. Ne sot ndalëm në këtë qendër, ku dashuria është fe, ku shërbimi është një burim i brendshëm njerëzor, ku çdo gjë matet në hapa të vogla, të sigurta, por edhe shumë të specializuara. Natyrisht duke ju ndjerë tek flisni rreth këtyre marrëdhënieve, rreth kësaj pune që ka vështirësi të shumta, por që jep edhe një lumturi të madhe kur diçka përparon, kur diçka nuk shket më poshtë, kur sheh sy plot shpresë, kur sheh gëzim në fytyrat e atyre njerëzve që kanë shumë nevojë për të, shumë herë që janë të braktisur. Nuk ke si të mos ndalesh plot respekt tek këta njerëz që janë të ftuarit e mi sot në studio, por edhe tek ata njerëz që punojnë prapa shpatullave të tyre, stafeve, tek ata njerëz ku shërbimi është kaq i nevojshëm. Ne sot ndalëm në qendrën e zhvillimit për të prekur ndoshta një dashuri të madhe njerëzore dhe për të thënë se pikërisht nëse ndjehesh njëri, duhet të ndjesh dhimbjen e madhe dhe të lumturohesh me këta njerëz që kanë nevojë shumë për këtë marrëdhënie. Ju falenderoj shumë që ishit në studion Mirëmëngjes Shkodër. Ju uroj mbarësi në punën tuaj dhe çdo gjë që ju bëni me kaq përkushtim dhe stafeve tuaja, Zoti u shpërbleft. Në shumë për mua është gjithmonë kënaqësi të rikthehem në studiot tuaja, edhe në kohë e ëmbla që pritet. Faleminderit ju për ftesën. Ju falenderoj shumë. E uroj sa më shpejt kalojnë kjo situatë, edhe uroj festat e fundvitit jena afër festave dhe shpresojmë të kalojmë sa më mirë edhe pse në situatë. Shpresa është e madhe. Faleminderit shumë. Faleminderit. Faleminderit.